Një gjyshe 85 vjeçare shkon të takoj nipin dhe mbesën, por kur kthehet në shtëpi i ka zënë shtëpinë e migrantët. Është një ngjarje e vërtet dhe ka ndodhur para një viti, por çështja nuk është zgjidhur ende dhe unë doja që ta diskutoj me ju për të kuptuar se si mund ta zgjidhnit ju një problem të tillë. Pra, ju si do ta zgjidhni nëse në shtëpinë tuaj do të futeshin emigrantët. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, ka ndodhur në Spanjë, në periferi të një qyteti të Spanjës, një gjyshe, një nën ose gjyshe 85 vjeçare nuk dilte pothuajse asnjëherë nga shtëpia, sepse e keni parasysh si janë gjyshet, shkojnë poshtë pallatit ose poshtë shtëpisë, ajo kishte përballë, kishte dyqanin. Çdo gjë që i nevojite i kishte përballë. Dhe nipi dhe mbesa nuk po vinin, kishin ja 5-6 muaj që nuk po vinin sepse kishin këto viralet. Dhe meqense këta nuk po vinin, ajo mendoi që të shkojë t'i takonte atje. Dhe nipi dhe mbesa i kërkuan që të rrinte aty atë mbrëmje, pra që mos të kthehej. Nuk ishte shumë larg, por ishte rreth 50 kilometra dhe ajo shkoi me autobus. Dhe kur shkoi atje, fjeti dhe ditën tjetër, sepse pasi i përshëndeti çdo gjë, mori autobusin dhe u kthye. Kur u kthye, shkoi në shtëpi dhe filloi kërkoi që të hapte derën, por dera nuk hapej. E provoi dhe njerë, nuk hapej. Tha, mos ka ndonjë problem, sepse mendoi se ishte Chelsea, që nuk po e vendoste mirë. Por kur vuri re për rreth portës, kuptoi që porta ishte shqyer, ishte sforcuar. Në fakt ajo trokiti sepse tha dikush duhet të jetë brenda, tha. Dhe kishin ndërruar bravën e derës, pra Chelsea-n. Dhe kuptoi që e kishin zaptuar shtëpinë. Dhe ajo çfarë bëri? Bjeri aty derës, por askush nuk e hapte. Dhe nuk fliste kush, as nuk përgjigjej kush. Dhe ndenjej aty për 4 orë e shkreta. Gjyshja 85 vjeçare ndejti aty për 4 orë, deri kur dëgjoi zërat e fëmijëve brenda, sepse loznin fëmijët. Dhe ata që kishin zaptuar atë shtëpi, kishin 3 fëmijë. Tani duhet të dini që nëse disa emigrantë zaptojnë një shtëpi dhe nëse kanë fëmijë, askush nuk i lëviz dot nga shtëpia. Edhe nëse ti ke vetëm një shtëpi, pra këtë thot ligji i Bashkimit Evropian. I Bashkimit Evropian që shkon, pra ligji i Bashkimit Evropian që shkon kundër popullit, kundër njerëzve, kundër atyre që e votuan për të qenë një Bashkim Evropian i barabartë për të gjithë. Dhe si është e barabartë sipas jush që të vinë një emigrant që s'ka punuar kurrë në jetën e tij, nuk ka punuar në këtë vend, dhe ai zapton shtëpinë tënde dhe bën çfarë të dojë me shtëpinë tënde. Dhe ti jep të drejtë emigrantit, nuk jep të drejtë atij që ka paguar taksa. Dhe për më tepër, ajo nën ose ajo gjyshe, përveç se ka punuar, është shtëpi e saj. Ajo ka punuar për të blerë atë shtëpi. Pra si mund t'i japësh të drejtë një emigrant në këtë rast? Ka apo s'ka fëmijë? Megjithatë, gabimi i zonjës ku ishte, i kësaj gjysheje? Gjyshja lajmëroi me njerë policinë dhe ky ishte problemi, sepse nëse nuk do të lajmëronte policinë dhe do ta zgjidhte vetë, ajo nuk do të kishte asnjë problem. Por ishte pikërisht ky fakti. Pra vetë ligji, pra shteti i krijoi probleme. Çfarë problemesh? Tani po ja u tregoj. Ajo mori në telefon sepse tha më kanë zaptuar shtëpinë. Unë dua të lirohet shtëpia sepse është shtëpia ime. Dhe ata morën shkruajtën e zezmi të bardhë. Mirë po, s'po vinte kush, serdi s'po vinte, duhet kohë që të vinte policia. Dhe ndërkohë po kalonin orët. Pra nga 4 orë shkuan 6 orë. Dhe kur erdhi pothuajse mbrëmja, gjyshja po mendonte se si mund të futej në shtëpinë e saj, sepse policia nuk po vinte. Ka ndodhur në Spanjë, policia nuk po vinte. Ajo do hynte në shtëpinë e saj, kishte të gjitha sendet në shtëpinë e saj, dhe nuk e lejonin që të futej, nuk e lejonin këta, emigrantët. Dhe i thoshin nga brenda shtëpisë, i thoshin i ku të duash. Dhe çfarë bëri gjyshja? Përballë atij vendi, aty, pra kësaj qytese të vogël, ishte një pyll, si mund të quhet. Dhe ajo çfarë bëri? Shkoi tek ai pylli dhe kapi disa blet ose disa grenza, me sa e kuptova. Me një fjalë, aty ku mblidhen të gjitha, ato kosheret, mori kosheren, ashtu siç ishte, e futi në një shamin e saj, dhe një tamar me të gjitha ato, siç ishte plot, mund të ishin 30 apo 40, ndoshta edhe më shumë brenda,
grenza, në ato grenzat që pickojnë, me fjalë që nuk janë si blet. Dhe shkoj tek shtëpia. Dhe çfarë bëri? Thyo xhamin e dritares dhe i futi, i hodhi grenzat brenda. Dhe këta që ishin, pra emigrantët që ishin me ngjyrë, sa po panë, sepse kanë shumë frikë, një të dalë bërën për jashta. Me fëmijë, morën dhe fëmijë dhe dolën për jashta. Dhe gjyshja u fut brenda. U fut brenda dhe i vuri karriken dhe atë divanin pas, derës që mos të futeshin më ata. Ata nuk erdhen më, por ajo për të siguruar vendosi diçka dhe s'kishte më, sepse Chelsea e kishin ata. Ishte ndryshuar brava e Chelsea. Të rriti disa komshi me shpresë që ti ndërronin bravën edhe njerë. Mirë po, erdhi mbrëmja dhe erdhi policia. Aty fillon problemet. Kur erdhi policia, e mbylli derën dhe e nxori për jashta zonjën. E dëgjuat mirë. Nxori për jashta gjyshen 85 vjeçare dhe i thanë rri ku të duash sepse ti na lajmërove që ishi futur brenda të huaj dhe ne duhet të shqyrtojmë çështjen. Pa jo tha unë shtëpinë e mora, tha ja kush e ka marrë shtëpinë. Nuk janë mata, ikën. Nuk e kuptoj, tha jo, pse duhet të më nxirrni për jashtë, sepse kështu thot ligji. Është një histori e vërtet ka ndodhur në Spanjë, gjeni, sepse është e tmerrshme ta mendosh. Dhe si përfundim, zonja doli për jashta dhe policia mbylli derën dhe vuri shiritin, që nuk duhet të futet asnjëri derisa të zgjidhet çështja, sepse emigrantët i dëboi ajo nga shtëpia e saj. Zoti i madh është merr se ku po shkojnë, ku po e çojnë këtë njerëzim, si e kanë katandisur popullin dhe njerëzit. Pse tallin bythën me njerëzit? Pse tallen edhe me një nën të tillë, me një gjyshe 85 vjeçare? Pse? E përsëris dhe njerë, sepse kishte disa gabime, disa që kishin publikuar këtë lajm, sepse disa thoshin që ndoshta nuk ishte shtëpia e saj dhe ishte një shtëpi popullore nga këto të shtetit. Jo, është shtëpia e zonjës, sepse e lexova edhe në spanjisht, gjeta disa artikuj. Shtëpia e saj kishte punuar tërë jetën, që kur i kishte vdekur burri jetonte vetëm dhe i zun shtëpinë emigrantët. Ç'të drejt ka emigranti që të futet në një shtëpi në Bashkimin Evropian? Me çfarë të drejtë? Jepi atij shtet, je shteti, jepi atij. Nëse ti do, jepi një vend, jepi një shtëpi, nëse ti kërkon që ti ja japësh, nëse ti thua që ai të pastron, të rregullon, sepse këta emigrantët bëjnë punë, që gjysma e tyre merren me pislëqe, por s'ka problem për këtë, sepse nuk dua ti generalizoj të gjithë, ka dhe nga ata që punojnë. Tani nuk më intereson kjo, sepse askush nuk na dha asgjë ne kur ikëm nëpër botë. Nuk shkuam në për shtëpia që të hapnin dyert dhe shtëpi të tjerëve, por gjenim në një cepës në mes të rrugës, me ndonjëherë ngriheshim edhe teksa binte shi që ishim të lagur komplet jashtë flinim. Nuk kemi shkuar në përshpjer të zaptonin shtëpitë. Dhe nëse do të zaptonim atëre, do të na rrihnin ose do të na kthenin mbrapsht me shkelma. Dhe sot e kanë ndryshuar tani për racën me ngjyrë. Nuk e di pse, por unë nuk kam kundër asnjërit, asgjë, por një njeri nëse është robtuar, ka punuar gjatë gjithë jetës për të blerë një shtëpi dhe ka një shtëpi, vjen dikush tjetër që s'ka bërë asgjë dhe ti e sjell këtu, ti, shteti e sjell këtu dhe pastaj mbron atë dhe nuk më mbron mua. Ku është drejtësia këtu? Se kuptoj. Dhe tani doja t'ju pyesja juve, në një rast të tillë ju si do të vepronit nëse ju keni një shtëpi, kudo që gjendeni, kudo, në Evropë apo në botë, ose ndoshta edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi. Vjen dikush dhe u zapton shtëpinë. Ju çfarë do të bënit? Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, sepse ky rast i tillë ndodh pothuajse për ditë, edhe në Itali, edhe në vendet e tjera të Evropës. Kalofshi një ditë bukur dhe shpresoj ta zgjidhni sa më shpejt këtë enigmë, sepse sot apo nesër mund të na ndodhë dhe neve. Kalofshi bukur.